Olës, pra kemi të bëjmë me një, le të themi, bashkëpunim të Iranit dhe Turqisë për një çështje të caktuar, apo të kemi të bëjmë me një aleancë strategjike Turqi-Iran kundër, le të themi, një aleancë të re që po shpërfaqet për izolimin e Turqisë dhe aspiratave të saj midis Greqisë, Qipros dhe sigurisht ajo që udhëheq dhe vendi ku firmos kjo aleancë ishte pikërisht në Izrael. Pra, jemi përballë një aleance Turqi-Iran, apo kemi të bëjmë thjesht me një bashkëpunim, apo jemi përballë, le të themi, një kundërpërgjigje që po i vjen kësaj lëvizje që po ndodh, që ka ndodhur së fundmi. Sigur e përmend edhe më herët, kemi qenë kohën e perandorisë osmane, ndërsa osmanët kanë bërë disa luftra kundër Persisë, kur vinte puna tek kolonializmi i krishterë, sigurisht e kërcënimi rus apo britanik, osmanët dhe persianët bashkëpunonin me njëri tjetrin. Dhe edhe kjo, domethënë, aleanca turko-iraniane kundër kurdëve është, domethënë, dëgjoj, Turqia me Iranin i ka marrëdhënie shumë të koklavitura. Turqia është i vetmi vend në botë që akoma i lejon iranianët të hyjnë pa viza. Sigur e akuzojnë edhe mediat izraelite, por edhe amerikane. Turqia është vendi kryesor ku iranianët shkojnë që të bëjnë tregtim, që amerikanët i kanë bllokuar iranianët me gjithë botën dhe sot t'jesh iranian është gjëja më e çmërshme për një person që ke probleme të panumërta ekonomike, aksesi, udhëtimi etj. Dhe domethënë Turqia bile deri përpara pak muajsh, se ka patur shumë presion nga amerikanët, ka qenë pak a shumë ajo porta e iranianëve ndaj botës për të bërë tregti. Dhe domethënë iranianët me turqit kanë luftra, kanë edhe koalicion përbashkët. Për shembull, lufta e përbashkët ishte në lidhje me kontrollin e Sirisë. Që turqit e shohin Sirinë, sidomos zonën e Alepos dhe Damaskut, këto rajonet sunite, si pjesë e perandorisë osmane dhe thjesht i thonë iranianëve çfarë doni ju këtu, që nuk është rajoni juaj. Sigur të njëjtën gjë kanë edhe në Ballkan. Për shembull, turqit nuk kanë qenë miqësor me prezencën iraniane në Ballkan. Po pastaj ka gjëra të tjera ku ata bashkohen. Dhe domethënë gjëja që i bashkon turqit me iranianët, sikur ju përmendët këtë aleancën ushtarake që po ndërtohet ndërmjet Qipros, Greqisë dhe Izraelit, kjo është një aleancë e cila kërcënon ekzistencën e Turqisë, por edhe të Iranit. Dhe ne e dim shumë mirë që pas luftës 12 vitore, qeveria izraelite ndërtoi atë që quhet Komisioni Nagel, ku qeveria izraelite ka prehur hapur që lufta jonë e radhës do të jetë me Turqinë. Dhe si Turqia si Irani, ndërsa kanë përkthime për çështje influence, dhe kjo influenca ndërmjet Turqisë dhe Iranit kalon më shumë me nëpër linja sektare. Për shembull, në Irak, Turqia mundohet që të ketë influencë në zonat sunite, ndërsa Irani historikisht ka patur në zonat shiite, kjo që ka ndodhur edhe në kohën e perandorisë osmane, ku osmanët e mbanin me dhunë Irakun, nga që shumica e popullatës ishte pro-perse. Ka patur një problem shumë të madh me punën e Sirisë dhe një nga arsyet pse Turqia ju bashkua boshtit vehabist të Katarit, Arabisë Saudite për përmbysjen e Asadit ishte më shumë mbi baza sektare, nga që turqit konin çduan iranianët në Siri, Siria sunite, dhe turqit e shohin edhe atë precedentin historik që thotë këto kanë qenë tokat tona, çduan iranianët këtu. Dhe turqit u bën me amerikanët për largimin e iranianëve nga Siria mbi pretendime sektare sunite. Po domethënë, ndërsa kemi këto forcimet në këto linjat e ndarjes së sunizmit me shiizmin në botën arabe, kur vjen puna
te kërcënimi i zionizmit anglo-amerikan, ata qëndrojnë bashkë. Dhe, për shembull, në të gjithë këto vite që Irani është në sanksione të papara, Turqia është një nga vendet kryesore ku kryhet kontrabanda e naftës iraniane dhe produkteve tjera që shkojnë në përbot. Biles në Shqipëri pati edhe një raport që u botua nga websajti #.al përpara disa muajsh, dhe ky raport, me sa unë kam kuptuar, ka qenë i përpiluar nga ambasada izraelite. Në këtë raport tregohet se si kompania Kurum blente çelik iranian nëpërmjet një kompanie turke. Pra, ka një bashkëpunim shumë të thellë iraniano-turk në fushën e ekonomisë. Biles ne duhet dimë diçka që grushti i shtetit i vitit 2016 në Turqi, i cili u organizua nga CIA dhe gylenistët, do vi pak muaj pasi sekti gylenistëve, apo më saktë CIA amerikane, i shndronte mbrapa tyre, do të botonte skandalet e atij biznesmenit iranian Zarrab, ku iranianët sillnin naftë në Turqi dhe turqit plaguanin Iranin mbrapa me flori. Pra duhet të them që është një marrëdhënie shumë e kokëllavditur, por në shpesh nga që Turqia është vend i NATO-s, dhe duke qenë vend i NATO-s dhe nën kontrollin e amerikanëve, shpesh është i detyruar që bëj politika për hiset amerikanëve, por nën Jorgan, marrëdhëniet turko-iraniane janë jashtëzakonisht të fuqishme, dhe kur vjen puna tek kërcënimi i Izraelit, ata janë bashkë. Olç, si e shikon aleancën Izrael-Turqi, Izrael-Greqi-Qipro, sepse domethënë është parë, të paktën nga mediat turke, është parë, le të themi, si shumë problematik, sepse vjen edhe pas deklaratës së Netanyahut që ne nuk do të lejojmë zgjerimin e asnjë lloj ish perandorie, duke nënkuptuar sigurisht perandorinë osmane. Regji, do ta kem dhe foton e Erdoganit me uniformë ushtarake. Si e vlerëson këtë aleancë dhe cili është synimi, le të themi, objektivi i Izraelit, çfarë kërkon Izraeli të arrijë me këtë aleancë? Objektivi i Izraelit me këtë aleancë është që të ndërtojë një aleancë detare ku nëpërmjet vijës ujore e cila kalon nga Izraeli nëpërmjet ujrave territoriale të Qipros, duke dalë në territoret greke, sigurisht ishulli Rodës dhe Iraklion, dhe që dalin drejt për në Peloponez dhe Nafin. Nëse do ndjeshit një hartë, mund të tregoja më qartë se çfarë po them. Ideja është që Izraeli me Qipër dhe Greqinë duan që të bëjnë një barrierë ujore në det, ku pak a shumë ta bllokojnë Turqinë që të ketë akses në ujrat e detit Mesdhe dhe në detin Egje. Përveç kësaj, synohet edhe kjo aleanca ushtarake, dhe kjo aleancë ushtarake është aty, nga që ne dim që edhe gjatë luftës 12 ditore kundër Iranit, avionet izraelit që bombardonin Iranin lëshoheshin nga Qipro, dhe Izraeli në rast të një lufte apo bombardimi që do bëj kundër Ankaras në të ardhmen, do t'i duhet patjetër koordinimi me Greqinë edhe me Qipron. Nga që ne dim që sidomos kur Irani për shembull i shkatroi bazat ushtarake të Nevatimit dhe bazat e tjera në Izrael, pa Qipron aeroflota izraelite do ishte mbaruar. Ne dim gjithashtu që edhe aviacioni publik izraelit i hoqën avionet e tyre nga aeroporti Ben Gurionit dhe i çuan dhe i parkuan gjitha në Qipro. Dhe Izraelit i duhet patjetër një aleancë me Qipron, por edhe me Greqinë, duke ditur që Greqia me Turqinë janë armiq historik, pasi Turqia
ka shumë pretendime ndaj territoreve greke, duke filluar që nga ishujt, që nga vija ujore, e tjerë, ndërsa grekët në anën tjetër kanë pretendimet e tyre bizantine që duan të pushtojnë Stambollin e tjerë. Pra, për Izraelin, një aleancë greko-cipriote është aleanca, pak a shumë me thënë një farë aleance afiniote për ata që din historinë e luftrave të qytet-shteteve të Greqisë së lashtë, ku Athina do bënte këtë aleancën me qytet-shtetet një aleancë detare kundër shtetit shumë të fuqishëm të Spartës. Dhe në rastin e sotëm, Turqia përfaqëson pak a shumë një republik spartanësh, por që është e rrethuar nga armiq dhe në sytë e zionizmit ndërkombëtar, Greqia dhe Kipro janë aleatët më natyral të saj për një luftë ardhshme. Ja, kjo është harta që sapo u nxorr tani, dhe sigur mund shikohet edhe nga vijat që janë nxjerrë këtu, vijat ujore. Qëllimi është dhe kjo hartë është harta perfekte që për këtë që po them unë, të gjitha këto pikat blu që shihen në hartë janë ishuj që ju morën Turqisë gjatë marrëveshjes së Lozanës, dhe që Turqia ka pretendime se i ka pak kilometra larg territorit të saj, dhe çfarë Izraeli synon me këtë aleancë është që të ndërtoj një hapësirë ekonomike dhe ujore nga Izraeli për në Kipro dhe në Greqi, dhe nëpërmjet kësaj ta mbajnë flotën turke ta mbajnë në kontroll.